Ndrusi shpejtësive Volkswagen me dupël lamel ka problem me shpejtësi, duna me qel, ta shashka ko. Pra, mas pare ja hek mi ullën, tani Megatronikën. Për me hek Megatronikën, për dosh me bloku lamelet, është pa tjetër me pas qëta, me bloku edhe ja hek. Tash duhet me shmontu edhe lamelet, edhe këto duhet me pas qilësin special. Veç duhet me gjithë cilë është ashti. Ashtë ta shpejtësi DSG. Pra tash për mjën djerë lamelet, na duhet që kjo special. Jam të punu në to kuna që full e kom tavolinën me një motor që e kom qelë. Me njohë që pra kom thënë që si ndrohet ullja. Veç DSG-jas nëse do e ka 900 gram. Për ndryshë s'ki nevoj se këtina pluhni i rrinë këtu, nuk i shkon në vaja dje. Që dhe rrinë pluhni. Edhe nuk ta fleq ullën. Qilësën tjetër do është me pas, do më thënë 3 qilësa pa tjetër. Mekanika apo ku këtë defekte jo. Mos thëni tani Arbeni s'pa punon. E pres në komente aton që ka gjetë defektin me të pashkruan që ku këtë defekti. Ta këshyrën kush është legjenda. Pa tjetër e ki me ngret pak për pjetër ndryshe nuk funksionojnë lamelet. Kjo nuk është bashkë let me mundu shtë lamela, kush nuk din, mos jam sëni. Pra, u montu ullën ja kom qetë, ta është i veç, ka me të me shtin vena dhe dalë me provojmë. Një kontrol me kompjuter, me fshin gabimet, edhe dalë me provojmë.